Bashkia Elbasan pozicionohet e treta në renditjen e njësive vendore për dhënien e pasurive publike me qira subjekteve private gjatë 10 viteve të fundit. Bashkia Elbasanit, që sipas dosjeve të SPAK dhe komunikimeve në SKCC është nën kontrollin e krimit, ka dhënë 730 hektar tokë publike me qira, ku 58.7% janë për energji të rinovueshme dhe 38% për agropylltari. Ashtu si në tendera, emrime e drejtorësh dhe leje ndërtimi, në pa dalin grupet kriminale që rezultojnë se kanë marrë me qira vlerë simbolike, pronat publike në Elbasan drejt për drejt ose përmes biznesmenëve satelit për të ngritur bizneset e tyre me para të pista. Faktet tregojnë se Gledian Llatja është vetëm në letra kryebashkiak i Elbasanit, pasi praktikisht vepron si një administrator i caktuar nga Suel Çela në kërkim nga SPAK, si kreu i një prej organizatave kriminale më të rrezikshme në Elbasan dhe Shqipëri, e përfshirë në trafik droge, atentate, pastrim parash, korruptimin e zyrtarëve lokal e të tjerë. Më 17 korrik të vitit 2024, Bashkia Elbasan me në krye Gledian Llatjajn i ka dhënë babait të Suel Çelës, Petrit Çela, përmes kompanisë Çela SHPK, 7 hektar pyje në pa për sollak për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike, eolike, me qëllim prodhimin e energjisë, shkruan përpaskena. Procedura tenderuese është formale dhe me fitues të paracaktuar. Çmimi dysheme për dhënien me qira të pronës publike nga Bashkia Elbasan është 1.083.500 lekë në vit. Çuditërisht, oferta fituese e kompanisë së babait të Suel Çelës është 1.083.500 lekë, ajsa vlera dysheme, duke e bërë tenderin, ankandin, të humbas qëllimin që është krimi i konkurrencës dhe përfitimi i autoritetit publik pikërisht nga oferta. Në maj të vitit të kaluar, Llatja ka kopsitur letrat duke i dhënë Çelës edhe 12 hektar pyje publike në të njëjtën zonë për të ngritur panele diellore. Ligji ndalon që të skeduarit dhe të dënuarit për trafik droge dhe krime të rënda të marrin pjesë në tendera dhe ankande publike, por figurat e krimit kanë gjetur shtigje duke marrë paratë dhe pasuritë publike përmes kompanive në emër të afërmve. Në janar të vitit 2024, Bashkia Elbasan i ka dhënë një sipërfaqe të papërcaktuar pyll publik shtetasit Renato Boduri për të ngritur një kamping. Renato Boduri rezulton një ushtar i grupeve kriminale në Elbasan, të cilin e përdorin për menaxhim biznesesh, pastrim parash dhe krime. Boduri është marrë i pandehur nga prokuroria dhe si pjesëmarrës në sulmin fizik ndaj gazetarit Gjergj Zefi. Mbrëmjen e 10 marsit 2023 në rrugën Bardhok Biba në Tiranë, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Boduri është menaxher në lokalin e famshëm Living në Elbasan, në pronësi të grupit Çopja, Hajdar dhe Franc Çopja, të akuzuar nga SPAK për 4 vrasje, për porositjen e 14 atentateve, trafik droge, pastrim parash e të tjerë. Gjyqja e Renato Bodurit dhe vet Boduri rezultojnë mbulesë 72 pasurive me vlerë 10 milionë euro të grupit Çopja, përfshirë dhe Hajdar Çopjan, i njohur si Dari i Dubait. Ndërkaq, në dosjen e SPAK për grupin kriminal të Suel Çelës në Elbasan, Renato Boduri del edhe si kurrier i Suel Çelës. Ai është përdoruesi i aplikacionit SKCC dhe shërben si ndërlidhës me gjyqtaren Pajtime Fetau, e cila kishte porositur goditjen e gazetarit Sajmir Kodra. Suel Çela komunikon me Renato Boduri në SKCC, të cilit i kërkon që t'i dërgonte telefonin një personi për të folur me të. Mëtej, telefoni i shkon Megi Feta, vajza e gjyqtares Pajtime Fetau, e cila thotë se mami është e lumtur që po komunikon me të. Pajtime Fetau interesohet nëse banda po e kryen porosinë e saj për të goditur fizikisht dhe ndoshta eliminuar gazetarin Sajmir Kodra. Më 30 gusht 2024, Bashkia Elbasani ka dhënë personazhit kontrovers Erla Miftaraj, ortak dhe mbulesë e figurave të krimit në Elbasan, 20.6 hektar pronë publike nga ekonomia pyjore, Zalli i Shkumbin, për vendosje panelesh diellore. Oferta e kompanisë fituese Riverside Green SHPK është sa çmimi dysheme. Pas kompanisë fituese, e cila kamuflohet pas një karteli kompanish të tjera, qëndron Erla Miftaraj, simboli i korrupsionit me tendera në Elbasan, mashtrimit me zbatimin e kontratave, krimeve mjedisore dhe prerjen e pyjeve. Disa fakte dhe rrethana ngren dyshime të forta se Erla Miftaraj është dora e Suel Çelës për kontrollin e tenderave në Elbasan. Në dosjen e SPAK për grupin kriminal të Suel Çelës në Elbasan, del qartë se drejtori i usjellës kanalizimeve në Elbasan, Luan Tabaku, është ushtar i Suel Çelës. Ky i fundit jo vetëm që urdhëron, por e merr drejtorin edhe pas në makinë, si t'ishte ndonjë çerr, duke i dhënë porosi. Sipas dosjes së SPAK-ut, Gjino Roka, teksa bisedon me Klaus Matishin, i thotë ndër të tjera se po fliste me Luanin. Gjatë bisedës, Gjino ruan një konsiderat të thellë për Luanin për seriozitetin që ai i paraqet në punë. Në një tjetër bisedë që i përket muajit gusht të vitit 2020, Suel Çela del vet në komunikimet e SKCC, teksa flet me një nga anëtarët e grupit të tij kriminal, identifikuar si Klaus Matishi, të cilit i tregon jo vetëm që është takuar me Luanin, por edhe se si e mban të fshehur pas në makinë që të mos e shikojnë të tjerët. Ajo që vjet re në këtë bisedë është se Suel Çela e trajton pa ndonjë shenjë respekti të veçantë përfaqësuesin e tij me kollare në krye të institucionit ku e ka vendosur, të cilin diku në bisedë e cilson edhe si byth grisur që hapet bythësh dhe që duhet mbajtur nën kontroll.
ndodh në një nga bisedat që Suel Çela bën me Klaus Matishin. Ai tregon këtij se ishte në kafe me Luanin, i cili i kishte bërë llafe se pse nuk e kishte pyetur për lokalin. Luanin e kam futur dhe po merret me gjëra të mëdha. Duhet ta ruajmë shumë tani. Po mundohem ta mbaj në shina. Po vjen 2 herë në javë këtu me makina të ndryshme. Ulet mbrapa që të mos e shohin. Mundohu të flasësh në telefon me të sa më pak. Biseda tregojnë qartë se drejtori Luan Tabaku është një argati i Suel Çelës. Po, kujt ja ka dhënë tenderat e ujësjellësit? Luan Tabaku. Rreth 10 milionë euro tendera ka marrë Eral Myftaraj nga drejtori i ujësjellësit Luan Tabaku, i cili as dritaret e zyrës nuk i hap lejen e Suel Çelës. Më 27 janar 2025, Eral Myftaraj përmes kompanisë së tij Al Meksud SHPK ka marrë tenderin e radhës nga ujësjellësi i Elbasanit me vlerë 2.5 milionë euro për rikonstruksionin e ujësjellësit të fshatrave Trash, Karthnek, njësia administrative Sheze, Bashkia Peqin. Tenderi është firmosur nga Luan Tabaku. Në tender ka marrë pjesë vetëm Eral Myftaraj. Oferta fituese është sa fondi limit. Kriteret janë përcaktuar sipas kompanisë së Myftarajt. Besohet se gjysma e fondit ndahet mes palëve. Në korrik 2023, Luan Tabaku ka firmosur një tender 7 milionë euro për Eral Myftarajin për rikonstruksionin dhe ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të zonave informale Harmës, pjesërisht Kraste Vogël, pjesërisht Lagja, Dyli Haxhire dhe pjesërisht Lagja Katundiri. Për këtë tender, për cilin dyshohet se Suel Çela ka urdhëruar që ta fitojë Eral Myftaraj, është bërë një luftë e egër. Luan Tabaku ka rrezikuar jo pak. Ai ka skualifikuar çdo kompani tjetër për t'i dhënë tenderin Eral Myftarajt, se gjithmonë me ofertë fituese sa fondi limit. Myftaraj ka marrë tenderin përmes kompanisë tjetër, Meteo SHPK. Gjatë 7 viteve të fundit, vetëm me kompaninë e ndërtimit Meteo, Myftaraj ka marrë rreth 50 milionë euro tendera. Mbi 8 milionë euro tendera i ka marrë me kompaninë Al Meksud me objekt veprimtarie, studime dhe projektime në fushën e pyjeve.